Andaj s'ka dyshim se morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij ka qenë në nivelin më të lartë, sepse sikur mos të sillej me ta me moral të lartë, dhe ashtu siç e dojnë virtytet e njerëzve më të mëdhej, nuk do të kishte mundësi që të arrinte atë sukses me ata, që të bëhet më i dashur i tek ata, më i dashur se vetvetja e tyre, që të bëhet njeriu që më së shumti e kanë respektuar njerëzit ndonjëherë në rrezullin toksor. Andaj thon kundërshtarët e tij, thon vetë kundërshtarët e Muhamedit alayhis salam, thon vallahi kemi qenë tek mbretërit, kemi qenë tek njerëzit e mëdhej dhe i kemi parë të gjithë ata, mirë po nuk e kemi parë se do kush sillet me prisin e tyre ashtu si silleshin shokët e pejgamberit alayhis salam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kemi parë njeri i cili gëzonte respekt më të madh tek shokët e tij sesa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.